Mjeku gjerman I nxjerr jashtë loje farmacit. Përdorni karafil çdo mbrëmje dhe do befasojeni. Sa e sa fara karafili keni gjetur në dollapin e gjyshes. Këto të fundit e përdornin edhe për t'i dhënë aromë karakteristike rrobave, por nëse për vite me radhë keni urryer, kur të mësoni vetit e kësaj erëze do të kuptoni se sa të drejtë kanë patur gjyshet me ato 100 përdorime të farave të karafilit. Sipas Brightside në këtë video do të rendisim të gjitha përdorimet mbreslëndse që do të merrni nga karafili. Karafili është një lehtësues I tretjes. Të gjithëve na ndodh që në një moment të caktuar të jetës sonë të kemi probleme me sistemin tretës. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Shkaqet e këtij problemi janë nga më të ndryshmet si stresi, intoleranca ushqimore, ushqimet fast food dhe ato pikante, mungesa aktivitetit fizike të tjera, por mos u shqetësoni se karafili mund t'ju vijë në ndihmë në këto situata. Ai është një minjerë e vërtetë e fibrave dhe enzimave të tretshme që parandalojnë kapsllëkun dhe përmirësojnë punën e zorrës së trashë. Në këtë rast këshillohet që karafilin ta konsumoni në trajt pluri të shoqëruar me mjaltë për të marrë përfitime të duhura. 1 ose 2 fara karafili të bluara mund të jenë më se të mjaftueshme për të marrë këto përfitime. Karafili ndihmon në qetësimin e dhimbjeve të dhëmbit, kryesisht ato të cilat ju zen në mes të natës. Dhimbja e dhëmbit është padyshim një nga dhimbjet më të padurueshme që thuajse të gjithë I njihni. Në shumicën e rasteve ajo ndodh gjatë natës, kështu që është e pamundur të shkoni te stomatologu. Mirëpo me ndihmën e disa trukeve të thjeshta do të mund ta qetësoni derisa të merrni mjekimin e të specializuar. Karafili njihet për vetitë e tij të shumta antibakteriale dhe antiinflamatore që arrin të neutralizojnë dhe qetësojnë dhimbje të ndryshme. Merrni pak karafil, përtypjeni për 5 sekonda dhe vendosni në dhëmb ose në dhëmball ku keni shqetësime, derisa ajo të lehtësohet. Karafili ndihmon gjithashtu edhe në forcimin e sistemit imunitar. Prekeni çdo vit nga virozat e ndryshme në qarkullim. Mos u alini fajin vetëm personave që keni pranë, por sistemit të dobët imunitar I cili nuk përballon dot veprimet e radikaleve të lira në ajër dhe agjentëve të ndryshëm që gjenden në ajër. Mos u shqetësoni, çdo gjë e ka një zgjidhje dhe hapi I parë që duhet të bëni është të ndryshoni regjimin e të ngrënit. Shtoni në dietën tuaj karafil të thatë I cili ndonse në madhësi fare të vogël ka veprime të jashtëzakonshme në rritjen e qelizave të gjakut, fal përmbajtjes së tij të vitaminës C. Përfshirja e karafilit në dietën tuaj mund të lehtësojë një sër komplikacionesh. Mënyrat dhe përdorimet e tij mund të jenë unike dhe të promovojnë shëndetin tuaj. Arrit shëndetin e tretjes. Uji I karafilit duket se ndihmon edhe në tretje duke stimuluar sekretimin e enzimave tretëse, duke ndihmuar kështu në shpërbërjen e ushqimeve në mënyrë edhe efektive. Përbërësit natyral të karafilit duket se lehtësojnë edhe problemet me fryrjen, gazrat, dispepsin, gjithashtu edhe veçanërisht problemet të ndjeshme të stomakut. Pini ujë me karafil me stomakun bosh me përmbajtje të mirë për të përmirësuar tretjen. Një gotë në ditë është më së mjaftueshme për të marrë përfitimet e saj. Karafili mund të mbështesë gjithashtu edhe shëndetin tuaj oral. Uji I karafilit është I shkëlqyer për higjienën orale për shkak të vetive të tij antibakteriale dhe analgjezike. Ndihmon kundër komplikacioneve të erës së keqe të gojës dhe zvogëlimin e inflamacionit, gjë që mund të ndihmojë në parandalimin e problemeve të mishrave të dhëmbëve dhe zvogëlimin e shqetësimeve të dhimbjeve të tyre. Ndaj përdorime të tilla të karafilit mund të jenë lehtësimi juaj I duhur, sidomos në mes të natës. Gargara me ujin e karafilit në mëngjes ose pas ngrënies për të freskuar frymën tuaj, duket se do të reduktojë ndjeshëm edhe krijimin e bakterieve. Karafili është një produkt shumë I mirë për sistemin tuaj imunitar. Uji I karafilit gjithashtu është I ngarkuar me antioksidantë të cilët janë thelbësor për mbrojtjen e trupit kundër radikaleve të lira dhe stresit oksidativ. Konsumi I rregullt I karafilit dhe ujit të tij mund të ndihmojë në funksionet më të mira edhe të shëndetit tuaj, duke lehtësuar atë ndjeshëm, duke zvogëluar inflamacionet dhe duke përmirësuar në tërësi shëndetin tuaj. Ekspertët këshillojnë:
përfshirjen e karafilit vazhdimisht në dietën tuaj, si një lehtësim ideal kundër këtyre komplikacioneve dhe gjithashtu në forcimin e imunitetit. Karafili mund të lehtësojë çështjet tuaja të frymëmarrjes. Për ata që kanë të bëjnë me probleme të frymëmarrjes, uji i karafilit mund të jetë një recetë natyrale. Veditë e forta anti-inflamatore dhe ekspektorante e bëjnë atë efektiv në lehtësimin e simptomave të astmës, kollës, ftohjes dhe tretjes. Uji i karafilit do të qetësojë fytyn dhe ndihmon në shpërbërjen e mukusit, gjë që mund ta bëjë më të lehtë edhe sistemin tuaj të frymëmarrjes. Uji i karafilit i ngrohtë mund të jetë veçanërisht qetësues nëse po kërkoni edhe një zgjedhje mjaft efektive kundër problemeve të kollës dhe të fytit. Uji i karafilit gjithashtu mund të promovojë shëndetin tuaj të lëkurës. Fal vetive të tij antibakteriale, antifungale, uji i karafilit mund të ndihmojë kundër problemeve të lëkurës, siç janë për shembull puçrat, pikat e zeza dhe njollat. Pirja e ujit të karafilit ndihmon në përmirësimin e shëndetit të lëkurës duke evituar kështu paqartësitë e saj dhe inflamacionet kronike, të cilat mund të shkaktohen nga aknet, njollat e të tjera. Karafili është një zgjedhje shumë e mirë lehtësuese për problemet e lëkurës. Gjithashtu ai mund të reduktojë dhimbjet e kyçeve dhe inflamacionet e tyre. Uji i karafilit përmban edhe një përbërës të veçantë siç është për shembull eugenoli, një përbërës i fuqishëm anti-inflamator që mund të sigurojë lehtësimin edhe dhimbjet e ngurtësimeve të kyçeve, veçanërisht te personat të cilët kanë shqetësime nga artriti. Pirja e rregullt e ujit të karafilit mund të zvogëlojë inflamacionet të trupit tuaj dhe të lehtësojë këto shqetësime. Ekspertët e Healthyside citojnë se përfshirja e tij në dietën tuaj mund të jetë një lehtësim derisa të merrni trajtimin e specializuar nga mjeku. Karafili mund të ndihmojë gjithashtu në menaxhimin më të mirë të peshës tuaj trupore. Uji i karafilit mund të nxjisë metabolizmin tuaj duke mbështetur përpjekjet për humbjen e peshës. Kur kombinohet me një dietë të shëndetshme dhe me stërvitje të rregullta, ai mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë lehtësuese kundër këtyre shqetësimeve. Përbërësit aktiv në karafil ndihmojnë në rregullimin e hormoneve të urisë dhe zvogëlojnë gjithashtu dëshirën për të ngrënë ushqime jo cilësore. Ndaj përfshirja e tyre e duhur në dietën tuaj mund të jetë një zgjedhje efektive kundër këtyre komplikacioneve. Uji me karafil mund të pihet para ngrënies për të ndihmuar në menaxhimin më të mirë të kontrollit të dëshirave. Nga promovimi i tretjes deri te rritja e imunitetit, uji i karafilit mund të ofrojë një sër përfitime shëndetësore që e bëjnë atë të vlefshëm për të shtuar në rutinën tuaj, i thjeshtë për të bërë dhe i mbushur me përbërës natyral. Por duhet të tregoni kujdes sidomos nëse merrni medikamente të caktuara. Nëse merrni medikamente për ndonjë problem të mundshëm që mund të keni, përpara përdorimit gjithmonë duhet të konsultoheni me mjekun tuaj për të evituar kundërveprimet midis medikamenteve dhe karafilit. Karafili ka veti të mira anti-inflamatore. Kokrat e karafilit lehtësojnë inflamacionet në gojë, në mishrat e dhëmbëve, afte, herpes, stomatite, dhimbje të fytit. Në këto raste duhet të mbahet edhe si karamele duke u përdorur edhe si gargarën me disa pika vaj. Karafili do të ndihmojë gjithashtu sistemin tuaj tretës. Të pasura me fibra, gonxhet parandalojnë në kapslëku ndërkohë që nxisin prodhimin e enzimave ndihmëse për sa i përket realizimit të procesit të tretjes. Që karafilit ju ndihmojë sa më shumë në tretje, është të mirë të konsumohet në formë pluri të përzier me mjaltë. Gjithashtu ai mund të përdoret kundër erës së keqe të gojës. Nëse keni një takim të rëndësishëm, përtypni një karafil. Është shumë efikas në rastet kur keni ngrënë hudhër. Karafili gjithashtu përmban antioksidant. Një tjetër dobi është se kokrat e karafilit janë në 80 herë më të pasur me antioksidant se një mollë, kështu që konsumi i këtyre kokrave ndihmon në luftën kundër plakjes dhe qelizave. Gjithashtu karafili ndihmon kundër dhimbjeve të dhëmbit dhe lehtëson komplikacionet e tyre. Mjafton të vendoset në dhëmbin ku keni dhimbje ose të përdoret gargara me ujin e karafilit dhe kështu do të keni lehtësimet e duhura që ju duhen kundër këtyre shqetësimeve, citon Eating Well. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
të mos zhvendësojë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.